Aktoria Sherif Sezer lindi më 12 dhjetor të vitit 1946 në fshatin Mudania, Bursa, në një familje me origjinë Laz. Aktoria ka pasur 2 motra binjake. Njëra vdiq nga difteria kur ato ishin shumë të reja. Prindrit e saj u ndan kur ajo ishte vetëm 8 vjeç dhe nuk vizitoi nënën e saj për 6 vite, pasi ajo kishte shkuar të jetonte në Ankara. Për shkak të emrit Sherif, fëmijët e tjerë e quanin shefi qytetit, një përbuzje që i shkaktoi shumë dhimbje në fëmijëri. Në moshën 18 vjeçare, ajo iku drejt Ankaras, vetëm me diplomën e shkollës fillore për t'u ribashkuar me nënën e saj dhe për të ndjekur shkollimin. Përfundoi studimet në konservatorin e Ankaras, u integrua në teatrin shtetëror dhe në fund të viteve 60 u transferua në Paris me bashkëshortin e parë për shkak të bursës së tij. Aty punoi si kuzhinjere, modeiste dhe fotomodele për të mbijetuar. U kthye në Stamboll, ku kaloi 4 vite si kamariere në Sheraton, pasi nuk pati vend në teatr. U rikthye në teatrin shtetëror në vitin 1975 dhe fitoi karrierën e saj të suksesshme në kinematografi në vitet 1980. Humbja e motrës, ndarja e prindërve dhe izolimi nga nëna krijuan një traumë që ajo ende e përmend si vendimtare për forcën e saj emocionale. Te talljet në fshat, për shkak të emrit të saj, ajo ka rrëfyer. Nisa ta urreja veten derisa në Paris mësova nga miqt se Sheri ishte e këndshme. Jo vetëm si aktore, por edhe si punëtore, pa lidhje artistike. Për të mbajtur familjen dhe për të ndjekur pasionin e saj, ajo kaloi momentet më të vështira. Pasi u kthye nga Europa, pa barrierë për të rifilluar në teatr apo film në Turqi, detyrohej të punonte në hotel. Përkatësisht, kjo periudhë tregoi reziliencën e saj artistike. Aktoria ka një karrierë të gjatë dhe të nderuar në kinematografin turke. Ky bagazh i ka dhënë asaj një autoritet të mirëfillt në industrinë televizive. Tek seriali Çapkeni Pasur, karakteri Hatuç është një grua e vjetër me peshë emocionale dhe autoritet brenda familjes Kohran. Për këtë priret një aktore me përvojë dhe aftësi interpretuese të lartë, atributet që identifikohen direkt me Sezer. Marrëdhënia me aktorët, Sherif Sezer pozon me kolegët e saj Afra Saraçoglu, Pras Seyran dhe Gozde Kansu, Gülten. Ajo e përshkruan këto bashkëpunime me fjalën vajzat e mia, duke nxjerrë në pa një atmosferë të ngrohtë dhe vllazërore mes aktoreve. Ndërsa Gozde e ka shpërndar një prej këtyre fotove me mbishkrimin Mbretëresha, duke treguar respektin dhe dashurinë për Sezerin. Në episodin e 90-92 ka dalë video e prapaskenave ku Sezer luan dhe bën biseda me Afra Saraçoglun dhe Mert Ramazan Demir. Këto skena kanë parë jo vetëm ata në fokus, por edhe atmosferën gazmore. Kjo tregon marrëdhënien e mirë mes aktorëve. Aktoria ka luajtur në filma si Historia e një dite, Rruga, Gjithçka për Mustafën, Hamani, Baba im dhe djali im, Koha e gjuetis, Zemra prej xhami dhe Pavarësisht gjithçkaje. Aktoria ka luajtur edhe në seriale si Shtëpia me Hardhi, Trëndafili kuq në shallin tim, Trëndafili zi dhe së fundmi në serialin Çapkeni Pasur. 2 javë më parë, ndodhi një ngjarje që për pak do të kthehej në një tragjedi. Më 26 maj të vitit 2025, rreth orës 5:30 pasdite, Sherif Sezer ishte duke udhëtuar me makinë pranë qytetit Milas në Turqi. Në një moment, një makinë tjetër që drejtohej nga një djalë i ri, 26 vjeçar, humbi kontrollin dhe u përplas përballë me makinën ku ndodhej aktoria. Makinat u dëmtuan shumë rënd. Makina e Sezerit thuhet se u shkatërrua krejtësisht, thuajse u bë për skrap. Fatmirësisht, Sherif Sezer nuk pësoi plak serioze. Ajo u kontrollua në spital dhe më pas u largua për në shtëpi. Thuhet se ishte vetëm e tronditur, por shëndet plot. Në makinën e saj ndodhej edhe burri i saj, Shukri Azmi Arna, 82 vjeç, i cili gjithashtu nuk u lëndua rënd. Pas aksidentit, vajza e saj, Denis Arna, tha në rrjetet sociale: "Nëna dhe babai janë mirë. Ju falenderojmë nga zemra për kujdesin dhe lutjet." Jeta personale e aktores.
Në fund të viteve 60, Sherif Sezer u martua për herë të parë me një student të Fakultetit të Shkencave Politike, të cilin e njohu në universitet. Pas martesës, ata u transferuan në Paris, ku burri i saj mori bursë. Martesa e parë zgjati vetëm disa vite dhe përfundoi me ndarje gjatë qëndrimit në Francë. Ajo ka rrëfyer se në atë periudhë, për të përballuar jetesën në Paris, punonte si babysitter, modeliste dhe fotomodele. Ajo e ka përshkruar këtë si një nga periudhat më të vështira dhe më ndërtuese të jetës së saj. Në vitin 1971, ajo u martua me Azmi Arna, një artist dhe intelektual që ajo e njohu në Francë. Martesa e tyre ka zgjatur më shumë se 50 vjet, një prej shembujve më të rrallë të qëndrueshmërisë në jetën publike. Ata kanë një vajzë, të quajtur Denise Arna, e lindur në vitin 1986. Pas kthimit nga Parisi, çifti jetoi në Stamboll. Ata kaluan një periudhë të vështirë ekonomike, ku Sezer nuk u pranua në teatrin shtetëror dhe punoi për 4 vite si kamariere në Hotel Sheraton për të ndihmuar familjen. Azmi Arna është përshkruar nga Sezer si një partner i heshtur, i qëndrueshëm dhe burimi i saj më i madh i mbështetjes. Aktoria ka deklaruar se nuk e shikon martesën si një institucion tradicional ku gruaja nënshtrohet, por si një bashkëjetesë e dy njerëzve të barabartë që e mbështesin njëri tjetrin në përmbushjen e vetvetes. Ajo ka qenë gjithmonë larg thashë themeve, nuk është përfshirë në skandale dhe nuk ka lejuar jetën personale të dominojë në media. Vajza e Sezer, Denise Arna, është martuar me Devrim Erdogan dhe së bashku kanë një fëmijë të vogël, të cilën Sezer ka filluar ta prezantojë në rrjetet sociale si mbesën e saj. Në një foto me titull "Tre breza pranë njëri tjetrit", mediat e kanë përshkruar si trofe familjare. Në disa intervista, Sherif Sezer ka rrëfyer se ka refuzuar role të mëdha në seriale apo filma komercial, sepse nuk përputheshin me vlerat e saj si aktore. Ajo tha, nëse një rol më bën të mohoj veten, nuk e pranoj, pavarësisht sa famë apo para do më sillte. Kjo e ka bërë atë të njihet si një aktore me integritet të lartë artistik, e cila nuk i nënshtrohet presionit të tregut, por zgjedh projekte që pasqyrojnë shpirtin dhe etikën e saj. Këtu përfunduam dhe tregimin ton për jetën e jashtëzakonshme të aktores Sherif Sezer, një grua me forcë të brendshme dhe një figurë që ka prekur zemrat e publikut për dekada të tëra. Na tregoni në komente cili është roli juaj i preferuar i kësaj aktore. Faleminderit që qëndruat me ne, deri herën tjetër, qofshi mirë dhe të frymëzuar nga artistët e vërtetë.